Problemi midis dy vendeve janë të shumta, por unë do të thosha që ajo që atë vijimin e bisedës që bëja pak më parë çështën e integrimit, po në kuadrin e integrimit janë të pleksura edhe këto problemet që përmendëm pak më parë. Dhe me sa jam në dieni, të dy qeverit po punojnë për nënshkrimin e një traktati ose një marrëveshje të përbashkët të arrijnë në një, si thua, në një ashtu siç e traktati i paqes dhe i bashkëpunimit të net të gjashtës, se meqense ai ka kaluar afati dhe mund të bëhet një rinovim, pra të dy palët po përpiqen që në kuadrin e këtij traktati të zgjidhen dhe problemet e mbetura. Dhe problemet e mbetura pezu midis dy vendeve janë, së pari një është çështja e kufirit detar. Çështja e kufirit detar e përcaktimit të kufirit detar është një çështje që dihet që ka kaluar në një kalvar të gjatë politiko, diplomatik, juridik, dhe të dy vendet tani kanë gjetur një zgjidhje të mirëpritur nga dy palët për ta çuar në një gjykatë ndërkombëtare. Por fakti është që kjo po zbaritet. Dhe qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër, po shprehet në aparencë, në fasadë duket sikur çështja ecën përpara, por në themel çështja nuk po ecën përpara, sepse kanë dalë mjaft pengesa që kanë të bëjnë me çështjet që lidhen me përcaktimin e kritereve, të individëve, të kompetencave me radhë. Problemet e dytë që kanë ngelur pezu janë çështjet që lidhen me ligjin e luftës, ku ligji i luftës aktualisht nuk ka efekte, është një ligj që nuk ka efekte, por që shpesh ai tani ka mbetur varur si një problem i varur midis dy vendeve dhe që, si thua, një çengel ku përpiqet krahët ekstremistë të kapen për ta intensifikuar dhe për të krijuar tensione. Unë mendoj se ndoshta edhe ky është një aspekt që në këtë marrëveshje të përpiqen të bëjnë të zgjidhin dhe këtë problem. Po dhe çështjet e tjera kanë të bëjnë me çështjen e pasurive të shqiptarëve, çështjet e vjetra që lidhen me pronat e shqiptarëve, por çështja e tretë që është edhe e rëndësishme është problemi i minoritetit grek në